Di pak se a ka tërhequr deri më tani edhe audiencë ndërkombëtare, apo le themi lloje bashkëpunimi me ndërkombëtarët, qoftë të qendrës loja, qoftë vetë festivalit, apo të ka lindur ndonjë partneritet deri më tani, ose të paktën kanë ardhur në festival ndonjë natë apo ditë që të shijohet festivali edhe nga audienca e huaj. Patjetër, ne njëherë jemi si një tip qendra referimi për komunitetin e huaj që jeton në Maqedoni, por atërheqim edhe audiencë nga shtetet fqinje. Të loja kanë kaluar një grup i madh edhe i zhvullnetarëve nga shtetet e huaja, të cilat kryesisht kthehen rreth kohës së festivalit. Vetëm sot në zyrë ka pas 2 vullnetarë nga Salvadori, të cilët kanë ofruar që ta facilitojnë procesin e komunikimit në gjuhën spanjolle mes artistit spanjoll dhe publikut, i cili për fatkeq spanjolli nuk flet anglisht, po nëse shihet kuptimin e bashkëpunimeve që kanë lindur në kuadër të festivalit, është i jashtëzakonshëm. Do të thotë, jo vetëm kuptimin e prodhimeve artistike, po edhe në kuptimin e asaj që të rinë nga loja, pastaj kanë pas mundësi që të marrin pjesë projekte të ndryshme, në shkëmbime të ndryshme. Do të thotë, është një pikë e cila është më shumë se festivali, është një pikë takimi, është një pikë shkëmbimi idesh, edhe një pikë ku lindin dhe rriten projektet. Edhe ajo që gjithmonë mundohem ta them për lojën, për veçanti për festivalin, është një vend ku ju mund të praktikoni idetë.